Të nderuar miqtë, përshëndetje. Kam të ftuar sot në hapësirë avokatin e njohur nga Malësia, Kujtimi Ibraj. Mirë se erdhët. Faleminderit. Ashtu siç kishim parashikuar të flasim kryesisht për temat e aktualitetit, por do ta fillojmë bisedën me një vendim të fundit të para dy ditëve të Kuvendit të Shqipërisë, të cilët me 82 vota me forcën e kartonit hodhen poshtë kërkesën e SPAK-ut për të dhënë një mas tjetër sigurie dhe për të hequr imunitetin ish zëvendës kryeministrës Belinda Balluku. Si e quajtë këtë vendim? Për hir të vërtetë zoti Beri ishte vendimi i paralajmëruar pasi kryetari i grupit, po themi, zoti Mahina, i cili ishte edhe kryetari për raportin e paraqitur, ishte përgatitur që më parë nga ana e tij që masa për cilën kërkohet nga prokuroria e posaçme është e mjaftueshme dhe ndoshta kjo ka qenë edhe pikpamja e grupit parlamentar socialist, të cilët venosen me 82 vota që mos i jepet autorizim prokurorisë. Po sigurisht i patë edhe reagimet e mëvonshme të disa ambasadave kryesore të komunitetit të Bashkimit Evropian dhe vetë Bashkimit Evropian kundër këtij votimi. Besoj që Partia Socialiste ka qenë provën e zjarrit për sa i përket zonës Balluku, por duke qenë se Zoja Balluku largoi si zonës kryeministre, tashmë është vetëm deputete e thjeshtë, unë besoj që një përplasje me ambasadat kryesore ose në faktor kryesor evropian nuk është e mirë në këto momente për qeverinë shqiptare dhe për Partinë Socialiste, sepse jemi në prag të integrimit të Bashkimit Evropian, pra jemi në faza, po themi pse përfundimtare për mbysje të kapitullit të integrimit të Bashkimit Evropian dhe besoj që një realiteti duhet patjetër me vendet kryesore të Bashkimit Evropian, siç janë Gjermania, Franca e Italia etj. Po ju mendoni se mund të ketë i parandikimit në integrim? Besoj që Partia Socialiste duhet të angazhohet thellë për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, pasi ajo ka qenë edhe simbolika zgjedhjet 11 maj, pra Shqipëria në Evropë vitin 2010, dhe besoj që po themi një keq kuptim me vendet kryesore të Bashkimit Evropian nuk do jetë mirë për vendet. Po, atëherë të kthehemi tek aktualiteti. Zoti Ibraj është prej vitesh avokat në kryeqytet, por vazhdimisht ka në vëmendje dhe ndjek me shumë përkushtim ato çfarë ndodh në Malësinë e Madhe, në Malësinë e Tij. Tu ka lindur dhe këtu ushton aktivitetin. Sa themi që asnjëherë nuk e harron në terren e Malësinë e vet. Duke pas këtë angazhim, zoti Ibraj, Malësia e Madhe po shpopullohet, frikshëm. Do të ishte vetëm një shifër të vogël, jo të vitit 1995, por do të sjellë shifrën e vitit 2011 kur në Malësi të Madhe kishte 37.000 banor, ndërsa sot nuk i kalon më shumë se 20.000. Pse po ikin malësorët? Zotimi, problemi kryesor është lëvizja e popullsisë, pothuajse është në gjithë Ballkanin, por aq më shumë sidomos ta ka prekur ne si vend. Pika e parë është mungesa e besimit, sidomos e besimit tek politika. Unë besoj, më thënë gjithmonë kam shuar, siç e përmendëm dhe ju, unë jam mazor, jam lind, arritur shkolluar këtu, por unë besoj që vendi jot është vendi jot dhe ne duhet japim kontributin gjithë aq sa mundsi kemi. Por unë besoj që largimi më shumë është humbja e shpresës. Një vend që humb shpresa, i largohet truri. Ne jemi në një fazë ku ne largohen pjesë sidomos nga shoqëria e mesme, njerëz të shkolluar, mirë shkolluar, sidomos edhe profesorë siç janë mjek, infermier, inxhinier, arkitekt. Pra, ne duhet të ndalojmë rrethorinë e trurit në mënyrë urgjente. Pse? Sepse një vend që largohet truri, largohet, po themi, pjesa e mesme e shoqërisë, ajo është avangardi i një shoqërie. Në këtë moment shoqëria ka lënë një stagnacion. Si mund të ndalohet kjo ikje në Malësinë e Madhe? Unë besoj që politika sociale dhe politika ekonomike duhet ndryshojnë urgjentisht si Malësinë dhe në shkallë kombëtare, por më që jemi tek vendi jonë, po flasim për Malësinë e Madhe, unë besoj që duhet të ndodhë një politikë sociale e shpejtë, një politikë ekonomike e shpejtë, që të rikthejmë edhe ata që kanë ikur, të mundohemi që të hapim vende punët, sepse nuk besojmë, nuk përçojmë atë që ne çfarë duhet, sepse duhet përmend raste nëse mund të bëjmë krahasime të tilla, pra ne nuk mund shkojmë në një vend ku karrocieri mund të jetë infermier, ku një bujk mund të jetë mësues, pra jemi në një regres shumë të egër për sa i përket burimeve njerëzore dhe ne na duhet shumë shpejt që të rregjim burime njerëzore afta dhe të menaxhueshme për. Po, avokat janë disa arsye pse ikun, pse ikun malësorët. Certifikimi i pronave besoj që është kryesori. Ka 12 vjet paktën sot, kjo është pushtet Partia Socialiste, që u thuhet njerëzve që do të certifikohen pronat. Faktikisht sot një përqindje shumë e vogël, kush janë dikush jashtë i fortë, dikush që ka njësi me autoritetet vendore ose më të larta, e kanë certifikuar pronën. Të tjerët, 99% nuk e kanë pronën e vet. Çfarë do të bëhet? Atëherë zoti Beri, unë jam po që vetëm edhe ekspert sidomos për sa i përket çështjes pronësisë,
pra njoh mirë si profesion, ose jam fokusuar shumë me vite të tëra të çështjes së plotësisë dhe besoj që në çështjen e plotësisë ne kemi problematikë shumë theksuar. Sidomos për sa i përket edhe vakumeve ligjore që mund të ketë. Por me këto ligje që kemi sot, ne kemi mundësi që të bëhemi pronar. Për shembull, kam përmendur rastet e bujtinave, sidomos shtëpiat e vjetra para vitit 0189, që është para kështu ligji është i BKM 442, tashmë në BKM 827, të cilët malësorët do të aplikojnë gjithë për shtëpiat e vjetra. Dhe në këtë fazë ne na duhet një fash fushat sensibilizimi nga ana e pushtetit vendor, edhe ndoshta edhe ASHK-s, për të krijuar paktën një kolateral ekonomik për këto zona, të cilat mund të jenë nesër. Po si mund të aplikojnë për shtëpiat e vjetra kur nuk i kanë me tapi? Jo, është një aplikim në BKM 827 që është një aplikim i thjeshtë, të cilat është një legalizim, por nuk është si ligji legalizimi i 2006, është një legalizim ekstra vetëm për shtëpiat e vitit 91. Dhe unë jam interesuar me shumë banorë, pasi unë komunikoj me shumë banorë në Macinë e Madhe, jap ndihmën time juridike për sa i përket çështjes së plotësisë, por ne na duhet një sensibilizim mërësisht i madh që ne sensibilizojmë njerëzit të jetë aplikojnë sidomos për shtëpiat e vitit 91, por sidomos në zona ku kemi agroturizëm malor, për shembull zona e Vermoshit, e Shkrelit, e shumë zona e Rjollit, e shumë zona tjera ku ne duhet aplikojmë, por ne kemi një problem, zoti Ileri, për sa i përket kadastrës. Kadastra nuk po funksionon si duhet, sidomos kadastra ASHK-ja, kadastrës qarkut Shkodrës, cila ka një problematikë veçantë, sidomos në marrjen, në përthithjen dhe në zgjidhjen e çështjes së plotësisë. Shumë qytetarë sillen me muaj të tërë, sidomos kadastra nuk po funksionon ashtu si duhet, dhe unë kam rrjetet e mia ekskluzive sidomos për ASHK-n Shkodër, pasi ajo nuk po sensibilizon dhe nuk po jep atë rezultat që qytetarët presin. Atëherë vazhdojnë kur nuk ka rezultat një nisëm ose një nisëm ligjore e qeverisë shqiptare, mbyllen e shpikën të tjera. Për shembull, as mundi ta shpik paketa maleve. Po, paketa maleve erdhi pas ligjit 2020 dhe ligji 2025 i paketës maleve ishte në lidhje me ligjin 2020 për sa i përket mënyrës së marrjes pronës në zonat malore, sidomos siç e kemi ne tre. Po ka mundësi me sqaruar thjesht me që jemi në studio të sqarojmë thjesht. Çfarë do të bëjë një malsor nga Lpusha e Kelmendit për shembull, për ta marrë pronën e vet, ose për ta marrë me paketën e maleve. Ja, ta shpjegoj thjesht për qytetarët, pra që jemi thjesht. Për shtëpinë e vjetër, tash ka një aplikim të veçantë, është një BKM e veçantë, e cila mund të aplikohet, kërkohet vetëm 4 fotografi dhe certifikata familjare vitit 91. Këto aplikohen online nëpërmjet e-Albania dhe ASHK-ja e merr në shërbim. Kurse për çështjen, pra, kurse kjo shtëpi merret deri në 300 metra rrugë, pra është pa pagesë, deri 300 metra. Pjesa tjetër që është kullot ose pyll, pastaj duhet të futemi te paketa maleve, e cila është një aplikim i cili fillon tek bashkia të autoritetet vendore dhe pastaj shkon në kryetariatin e Republikës. Si ka kompjuterit njerëzit ata që kanë pronën e vet me këtë paketën e maleve të paguajnë për të marrë pronën e vet. Po, si për nëse ju merrni sipërfaqe, po themi për 10.000 metrash, paguani vetëm 10.000 euro, është vetëm 1 euro. 1 euro për metër katror. Po ata kanë më shumë, nuk e marrin. Atëherë, aq sa është vlera, aq sa për aplikimin, nëse ju aplikoni për supozojmë marrni për 30.000 euro. 30.000 metra katror, atëherë sipërfaqja vlera shkon 30.000 euro. Dhe unë e kuptoj pyetjen tuaj sepse sigurisht po i bler tokën. Po ajo tokë ne ja quhet atij personi. Po quhet personit. Merr certifikat pronësie. Merr certifikat vërtetim fillestar në momentin që bën pagesën në Ministri të Financave ose Ministri i Ekonomisë, pastaj bën me certifikat pronësie, certifikat kartel harë siç e ka. Atëherë kjo ishte njëra ndër kushtet, pasi ka 12 vjet që banorët domethënë më shumë mashtrohen për certifikimin e pronave. Problemi tjetër e energjisë elektrike ose problemi investimeve në turizëm. Këto janë kushte të cilat më shumti i detyrojnë malsorët të ikun, sidomos malsorët e zonave malore. Ja, mungesa investimeve, mungesa shpresës. Qasë e mirë politikës. A mund të sot për energji elektrike, më vonë energji elektrike në zonat Kelmenit, në Shkrelit, në shumë zonat Macisë Madhe. Jo. Sa herë që bjen rreshje shiu ose diçka tjetër, ata mbetet pa energji. Mungesa e energjisë elektrike, sidomos në zona ku kemi agroturizëm, është një skandal i vërtetë, sidomos për korporatën energjetike, sepse zonat që janë me prioritet janë zonat ku ka turizëm dhe zonat ku ne duhet të zhvillojmë pronat e malsorëve. Dhe unë besoj që masa duhet merren shpejt dhe besoj që në ta marrën në stadium do bëhet një stacion shumë i rëndësishëm. Ka 10 vjet që ka filluar. Po, me çfarë? Akoma s'ka filluar. Por unë për vërtetës, unë jam i drejtë për vetë të them, është skandal që zona malore, sidomos zona Kelmeni, zona ku tash ku përveçse ku kemi agroturizëm, zona e Shkrelit dhe zona tjera, është skandal që në këto momente që flash në vitin 2026 mos kemi energji elektrike 24 orë dhe sidomos rrugët që janë lidhëse me komunitetin duhet jetë prioritet qoftë i autoritetet vendore, qoftë i autoritetet qendrore, sepse pa infrastrukturë nuk ka rrugë.
Tu ke një me që një shumë malsinë madhe jeton më shumë të këtu. Shef problemin e turizmit, zhvillimi i turizmit, flitet për turizëm malor, për turizëm liçenor. Po ka dy Çfarë turizmi liçenor ka në Masiv Madhe? Për shembull, janë dy resorte në pjesën poshtë rrugës. Është një lokal ose dy lokale të syrin shirvanit, ku nuk punshohet fare për rrugën. Ja, do të anëzojmë këtë pjesën e liçenit. Ne kemi 31 kilometër vijë liçenore, e cila është shfrytzuar pothuajse 0,01%. Dhe kjo është një problem i veçantë për ne. Pra ne duhet t'i japim prioritet qoftë agroturizmit në pjesën malore që kemi një perlë vërtet siç është Permoshi, Shkreli, Rrjolli etj. Reçi. Po Liposhin, Eldin që në Lipush është Lipush tash e shpallën mes 100 fshatrave të atë projektin e madh. Po. Dhe nuk është shtruar 1 metër asfalt. Nuk është ndërtuar 1 metër i sjellës. Si do të vinë ata banorët? Deri kur do të presin? Po pra, dhe kjo tash pra që në fillim. Se bën investime avokati e e shef shumë mirë, bën investime në zona që nuk ka njerëz. Ne duhet të ja këtë do të thoja, ne duhet kemi prioritet si politikë sociale, politikë ekonomike aty ku ne kemi prioritet dhe ku njerëzit zhvillohet prona. Pra nuk mund hedhim para në një vend ku nuk ka interes, ne duhet të hedhim para aty ku ka interes dhe aty ku gjenerojnë vende pune. Nëse ne vazhdojmë që gjenerojnë vende pune, pastaj malësorët në kanë sotike. Në të kundër, ne do në largohen prapë. Pra, dhe do ngelim, po thuaj se pastaj malësia do kthehen në një azil pleq. Dhe kjo është e pafalshme. Unë jam që shumë punime njerëzore të bëjnë efikasitet, shumë njerëz t'i kthithin nga jashtë diasporës, sidomos t'i kthithin nga jashtë dhe të krijojnë lehtësira investimit në vendet e tyre, në shkretet e tyre. Nuk kemi pse ne të na ikin djemë dhe vajza të reja emigrantë në Gjermani, kur ne kemi po themi zonën e Kelmenit është një perle vërtet e ardheve shqiptare dhe zona të tjera. Dhe gjithta ne duhet të stimulojmë që këta njerëz të kthehen të investojnë paratë e tyre, fituar me djerës në vendin e tyre. Dhe një zonë si Malësia, ta thëmë me plot bindje, është një zona unë e ka shëtit gjithë Shqipërinë. Është mund të jetë në zonat më të veçanta që ka Shqipëria për sa i përket mënyrës si jetesë dhe jetesë ditëse që mundojnë njerëz në këtë Malësinë tonë. Por ato zona që ti flet që do zhvillohen ato zona po shpopullohen. Për shembull, po të sjellë shembull për Kelmenin, me që unë njeh më mirë Kelmenin dhe dalë shumë shpesh edhe pasi kam punuar atje 10 vite. Në Kelmen në vitin 1991 ka pas 6800 banorë. Nësa sot gjitha fshatrat, 8 fshatrat nuk i kanë 1000 banorë. Krejt Kelmeni ka vetë 1000 banorë. Që jetojnë Kelmen. Kjo është fatkeqësia jonë. Po, kjo është një tram dhe kjo është një fatkeqësia jonë. Është një tram njerëzore e cila po na përljek të sa vite. Pra ne duhet shumë shpejt dhe me çdo kusht dhe me çdo mënyrë që ne të frenojmë të hemorragjit të njerëzve. Sepse nëse ne vazhdojmë me këtë, pastaj halmet do rrinë poshatisura dhe nuk do jetojnë askush, dhe nuk do kanë beneficiencë, edhe që më keqja. Unë besoj që në një politikë të tillë ekonomike ne duhet të bëjmë beneficiencë shumë shpejt, sepse ne kemi diasporë, po themi zonën më që përmend zonën e Kelmenit, dhe një shumë më mirë zonë, por edhe unë njoh Deliku, ka një diaspora më të fuqishme që ka Malësia, sidomos edhe Bashkuara e Amerikës. Dhe mos harrojmë që ne këta njerëz duhet t'i kthejmë me një politikë lehtësuese dhe duhet t'i ofrojmë gjithë kapitalin njerëzor që ne kemi, gjithë dijet tona që ne kemi që ata njerëz të kthehen. Por në rast se ne arrijmë të shikojmë nga larg, atëherë ata nuk kanë se të kthehen. Ne duhet të stimulojmë ata, ne duhet të jemi të parë, ne duhet të shkojmë atje dhe t'ju themi po, ne duhet t'ju legalizojmë shtëpiat, ne duhet t'ju legalizojmë tokën, ne duhet t'i bëjmë certifikatë pronësie që t'i kenë kolaterale, qoftë për bankë, qoftë edhe me fëmijët e tyre monetare që kanë fituar në emigracion. Unë se kuptoj shumë këtë, por unë e di kur kem prezent kur ata kanë bërë matjet e tokave që kanë marrë dikur me ata kryetarët e fshatra në Kërpleq, edhe kanë gjithë nuk kanë konflikte me njëri tjetrin, për shembull në qafë të Bederezit, në Likush, nuk kanë njerëz konflikt. Tokat e vjetra aty, secili din kufi me njëri tjetrin. Tokat vjetra, në kufi vjetër, kanë marrë me topografe me dhe kanë ndërzuar këtë në hipotekën e Malësisë Madhe, Këshillit Bashkisë. Se kuptoj çfarë i pengon që tu japin tokat aty njerëzve. Tash ti ke bërë një pyetje eksplicite fantastike. Çfarë ndodh? Ligjin 2020 e përcakton qartë, pavarësisht se personi mund ta bëjë një plan vendimi të vet, me topografi censuar në mënyrë private, e cila i dorëzohet një situatë administrative, një si administrative plotëson dosjet dhe sjellën në bashki. Bashkia, kadastra e bashkisë ka detyrim ligjor që ta kalojnë në këshill bashkiak dhe nga këshilli bashkiak të shkojnë në hipotekë. Pra, është një rrugë shumë e thjeshtë që ne këta mund t'i bëjmë shumë shpejt me certifikata pronësie. Tani predispozicioni, burimet njerëzore, dhe këto janë element që mund të ngarantojnë procesin.
ne na duhen element dhe burime njerëzore, ne na duhen inxhinier, ne na duhen topograf, ne na duhen arkitekt, ne na duhen disa burime njerëzore. Këto marxizmi këto kapacitete? Për izë vërtetës pjesërisht të thënë të drejtën i mungojnë shumë bashkive jo të Malësisë Madhe, sepse duhen eksperta shumë të mirë. Pra, ne vetëm po shikojmë Malësinë e Madhe sot, unë nuk di se kemi një topograf i licenceuar me licencë që bëjnë pranë venime siç i kërkon ligji. Pra, thash kemi një deficiencë madhe me burimet njerëzore për sa i përket sektorëve strategjik, po themi siç është hipoteka, energjia. Unë nuk di, deri sot kam pyet shumë vet, nuk di që një djalë ose një vajzë nga Malësia e Madhe jenë inxhinier elektrik. Pra, kemi shumë problematik, sepse nëse janë diplomuar, kanë ikur jashtë ose kanë shkuar drejt Tiranës ose qyteteve të mëdha. Pra, ne duhet të stimulojmë edhe qoftë edhe me rroga, më të mira kuptohet, sepse janë profesione që paguajnë gjithë botën. Dhe ne nuk mund të themi që i policë bashkie, po themi paguhet sa një inxhinier, sa një arkitekt, sa një urbanist. Pra, po marrë edhe diferencimin të pagat, sepse çdo njeri në fund të ditës punon për pagën e tij. Avokat, si mendon ti që ka 11 vjet për shembull në Bashkinë e Malësisë Madhe që nuk kanë shërbis fare administratë, kjo administratë, çfarë jep kjo administratë më? Çfarë presin njerëzit prej administratës që kanë në çdo aksion? Njerëzit pikun, njerëzit s'kan shpresë, nuk kanë ardhmë, administrata. Ashtu ajo që ishte, por da vite për ditë. Njerëzit pikun. Po, atë nga 57.000 banorë që numërohet në Malësia, sot ka asi 20.000. Administrata ka shku 600 vjet për shkak. Shiko zotë Emiri, statu quo-ja krijon probleme. Pra, nëse ne rrimë me presin, krijojmë një statu quo të veçantë, pra bëhet si uji i ndendur që qelbet. Pra, uji duhet të çarkullojë, si në çdo mënyrë, në çdo rast ne duhet të çarkullojmë njerëz që duhet të çarkullojmë me lita. Sepse jemi para kësaj që të jenë tri dhe vajza të reja duhet stimuluar që të punojnë qoftë privat pa qoftë edhe në administratën shtetërore. Pra, nuk mund të krahasohet që në rolin, siç e thash, një rol në një pozicion, ne duhet të stimulojmë të jenë dhe vajza të reja absolutisht duke çarkulluar pjesën e administratës. Pra, nëse ne themi që nuk kemi inxhinier pyesht, nuk kemi inxhinier elektrik, nuk kemi inxhinier hidro, jemi me deficiencë, ne nuk mund të plotësojmë me njerëz që nuk kanë as gimnazin. Kjo na lë shumë për të dëshiruar. Pastaj, nëse ne shohim që ka njerëz që vendosen me njerëz pa shkolluar, atëherë linja iket. Pjesa e shkolluar iket. Dhe ne duhet ta frenojmë. Pra, çarkullimi i elitave ose çarkullimi në administrat është domosdoshëm për shkak të prurjeve të reja. Pse ke pa këtu tash 11 vjet për shembull një konkurs për invent punët. Një paraqitje bashkia për shembull thotë që kërkohet një inxhinier për timin. Ky vend punët do të konkurrojnë 3 vjet, 4 vjet. Ke pa ndonjëherë që ka konkurruar dikush në nuk e di se si është përgjuar që mos flas pa. Jo, fakte nuk e di, por unë besoj që një pjesë e bashkisë, pjesa urbanistike, duket se punon diku mirë, mjaftueshmërisht mirë, domethënë ecën e ka paritjen. Por unë shoh në shumë raste një administrat të vjetur në sektor tjerë apatike. Pra, ne duhet i vëmë lëvizje të administrat. Sepse, siç e përmendë tu, po themi, nëse ke 500 vjet administrat, i bie që ne vetëm në ditë, sikur të mbledhim nga letër të 500 vet, i bie që të heqim 500 veta nga trotuaret ose nga ambientet e tjera. Me kupton, thjesht vetëm një ka parë një rast, duhet ta cek këtu me ju, në Lezhë. Ka pa punojës bashkisë duke pastruar cigaret ana rrugës mbiur e Lezhës, në vendin ku është shtyllja e qytetit që vinë turistët. Dhe ne asgjë nuk na mungon që ta persona vjen në Vicenc në punë. Pra, nëse ti ke kërkuar një punë, do të çdo një punë ti duhet ta bësh atë punë. Në të punën ti duhet t'ia lësh një tjetër nëse nuk je zoti ta bësh. Pra, ne nuk mund të rrimë të presim që thjesht je i punësuar, thjesht me rrogën për të bërë asnjë punë. Pra, kjo është ajo që na krijon probleme në administrimin e pushtetit. Po ka të kenë raste të tjera, ndoshta që flasim edhe për bashkinë dhe për punët e pakryer të bashkisë dhe për mosmarrjen e shumë premtime, të cilat në fundit kanë një kosto të madhe në zgjedhjet e ardhshme, kuptohet. Ka një kosto në elektorat. Shiko, zotimi, ka problem. Mbajtja premtimeve për secilin është detyrë funksionale dhe politike. Nëse flasim në administrimin e pushtetit qoftë qendror ose qoftë lokal. Pra, secili duhet bëjë bilancet e tij në punën dhe mbajtjen e premtimeve ose në premtimet që janë dhënë dhe në realizimin atyre dhe në rastet kundërt. Nëse nuk janë bërë, atëherë justifikimi duhet të jetë para publikut. Po atëherë themi te jeta politike. Ku bën jetën politike? Në Malësi të Madhe. Në Partinë Socialiste. Po. Partia Socialiste është organizuar po të fundit me
si eksperiment me 2 bashkëkryetar. Të mru. Si mendon se si shef këtë bashkëkryetar, këtë eksperiment që ban kryeministri i Shqipërisë dhe kryetari i Partisë Socialiste në bazë. Më duket se shpërndamja e përgjegjësisë nuk ka përgjegjësi konkrete te kryetari klasik që kanë pas gjithmonë. Po. Atëherë, zoti Meri, ju e dini, unë jam bërë antar i Partisë Socialiste para 30 kusur vite, antar i Forumit Vendor Socialist. Atë kemi qenë progre 3, ja. Jemi vajza 3. Këtë drejtuar dhe jetën e politike një kombinata nuk e di diku në Tiranë. Jo të një si atë. Një si atë, kam qenë kryetari i Partisë Socialiste të Zonës dhe kam qenë një kandidatët e për kryetar në bashkinë atë vitin 2011, por ka një problem. Nuk kemi të partia klasike që ju thoni, dhe ju thoni me shumë drejt. Sepse nëse ne flasim për bashkëkryetar të nuar në një forcë politike, kjo nuk funksionon. Ai vetë një gjë që funksionon në çdo forcë politike, qoftë Partia Socialiste, kushdo forcë politike, qoftë Partia Demokratike, kushdo, ajo që jep fuqi është vota. Pra, çdo gjë, edhe një deputet, edhe kryetar partie, edhe kryetar bashkie, edhe këshilltar, edhe kudo që je i zgjedhur, fuqi kush ajo? Ajo popull, ka e vota e njerëzve. Nëse ti je i emëruar nuk ke forcë, pse? Sepse nuk ke votë. Në momentin që nuk ke votë, ti nuk ke forcë, nuk ke forbinse, nuk ke forcë ligjore, po ta profesionim, pra nuk ke edhe forcë ligjore. De jure dhe de facto je i emëruar. Pra nuk je i votuar nga njerëzit ose nga anëtarët e Partisë Socialiste në këtë rast. Besoj që ky eksperiment duhet të marrë fund, një herë mirë. Nuk do të se mastet nuk është fjalë. Jo, fare në mënyrë absolute, as bashkëkryetar dhe as njerëz që emërohen. Partia Socialiste ka burime njerëzore të plota, kushdo që të konkurroj, është drejti i tij që të konkurroj, kushdo nga struktura që mund ta propozoj, është kutia votimit ajo që ndan kush do jetë drejtuesi për aq sa përcakton statuti i Partisë Socialiste për aq vite sa tjetë drejtën e. Zotë demokratë si socialisti vjetër, keni pas ndonjëherë oscilacione këtu ose mungesë besimit te kjo forcë politike? Për hiç vërtetës ka qenë një vizje në Partinë Socialiste. Taktike jote është. Jo, edhe ndoshta po kjo ka qenë shiko. Nëse ne po supozojmë që unë kam ndërtuar një shtëpi, unë bëj një plan, si çdo familjar. Pra ndërtimi i familjes, secili nga ne bëjmë një planifikim. Dhe nëse ti e ndërton një shtëpi dhe vin disa të tjerë dhe për çështje interesa shkërkojnë ty ta marrin shtëpinë, ose dhe ta vjedhin një herë, edhe nga një herë, pra i bie që ti diku duhet të ankohesh. Në momentin që ankimet bien në veshurë, atëherë ti duhet të dalësh nga shtëpia dhe t'ia mbështirë atyre që ta kanë uzurpuar. Sepse nëse ti nuk e zill, i bie kështu. Dhe ne kemi pasur probleme strukturat e Partisë Socialiste, po themi. Sepse në shumë raste kemi pas personazhe edhe nga parti të tjera, të cilat unë nuk kam qenë asnjëherë dakord. Personazhe negative, të cilat kanë ardhur te Partia Socialiste me një background negativ nga pushteti i Partisë Demokratike dhe kanë ardhur në fund strukturat e Partisë Socialiste dhe në shumë raste kanë marrë edhe benefice që si kanë takuar për hiç vërtetës. Dhe këtu do ta them me plot bie dhe unë di që jam interpretuar në këtë pjesë. Por nëse ti merr nga Partia Demokratike njëri taf, njëri dëshëm, unë jam totalisht dakord. Pra, shpreha e Tiranës nëse mban mend për të kandidatës ka qenë kjo, por jo të marrim ne me backgrounde kriminale një, marrim me backgrounde që kanë mikurris, vjedhje dhe korrupsion e bëjnë ty, këto nuk ka bëjnë nuk i bëjnë der Partisë Socialiste. Sepse në të punën ti nuk largosh socialist të ndershëm, që ka dhënë për Partinë Socialiste edhe në drejtimin e administrimit të pushtetit, kur ka qenë Partia Socialiste në pushtet edhe herën e parë, po edhe kësaj radhe, dhe nuk mund ta nëshosh ti tjetërsimin me emra që vinë edhe nga forcat ndryshme, po edhe unë ka pas për hiç vërtet kam qenë skeptik për sa i përket ligjes mjaft, e cila në shumë raste uzurpoi Partinë Socialiste në shumë segmente. Dhe për hiç vërtetës, shoqëri zotit po e them publikisht, që do zotit që ne janë larguar dhe të na lënë qet në punën tonë. Mjaft dhe po. Po atëherë mund ta marrë edhe si revolt në shtatane një kandidim që u tërhoqën në minutat e fundit tek Partia Demokratike në masiv madhe për kryetar partia. Ishte revolt apo ishte lëvizje taktike e jotja për të rikthyer vëmendjen Partia Socialiste të tek? Unë besoj që ka qenë një shenjë revoltit për t'ju thënë që shiko, në fokusin politik hapësirat janë përgjithë secikët. Pra, unë jam një personazh që jap kontributin tim në politik aq sa unë di. Unë përpëlqej më shumë që jap kontribut për shkak profesionit, jam angazhuar shumë studimet e mia dhe kam angazhuar shumë kohë dhe koha më shpërbyer, por nuk është vetëm kjo. Ne duhet jemi fokusuar që një revolt duhet kuptohet nga drejtuesit e partisë ose nga personat përgjegjës. Pra, revolta duhet lexuar drejt, sepse nëse ne flasim për revoltat personave të ndryshëm,
po e që me që quhet revolt, se unë po e them ndoshta një Vizje taktike më vizje shumë. taktike, po, edhe kjo tregon që ne duhet ta të thash, uji që rrit qepet, uji që lëviz Nuk e pek. është kristal, po bravo. Pra, në qoftë se ne jemi do rrimë në një instalacion 30 vjeçar me të njëjtët persona, me të njëjtët backgrounde, me të njëjtët burime njerëzore, atëherë ne s'kemi bërë asgjë. E kemi lënë statu quo që përmendet ti. Qoftë administrat, qoftë edhe parti. Për ta përforcuar revoltën domethënë të kundërshtit tonën, në atë kohë ishte edhe shumë i drejtë për drejtë edhe kritikues i fortë i strukturave drejtuese të bashkisë. Por ishte problemi i pedonales Koplikut në atë kohë, problem që ishte krijuar shqetësim popullor dhe jo mojtët një qendër të drejtë shumë të ashpër dhe kundër strukturave drejtuese. Ju qëndronet për atë kohë, ju qëndronet atyre deklarime. Absolutisht. Shiko, do të gjithë shka që them, unë e them me koshencë plot dhe i qëndroj. Edhe sot e kësaj dite i qëndroj që është investim i shkuar tam. Edhe sot e kësaj dite po. Pedonalia e Koplikut është Erasmus kudo është investime të shkuara tam. Me kësaj i qëndroj pse? Se kam argumentet e mia. Në qoftë se ne flasim për një qytet të butë po themi, siç është Kopliku, një tokë e shtruar. Është pothuajse në breg liçenit, nuk kemi nevojë që ne të shtrojmë këtë lloj buri. Ky lloj buri nuk është i përshtatshëm për zonën tonë, për sidomos për qytetin e Koplikut. Pra, ky lloj burit është për një pedonale ku nuk duhet kalojë makina, por është vetëm për këmbësor, siç ka gjithë bota. Pra, është fjala. Pedonale është po, bravo. Pra, ne nuk kemi të Kolosseum në Roms, ne nuk kemi në Venecia, ne nuk kemi në Firenze, në zona të caktuara ku është vetëm për këmbësor. Pra, ne nuk mund ta ngatrojmë. Në qoftë se ne themi, ky lloj burit mund përdoret në një pedonale të veçantë. Nëse nesër fjala vjen, do mund bëhet, jeti kryetari i bashkisë, një premtim, çfarë do të jepsh për shembull për këtë pedonale? Do ta prishë këtë pedonale? Unë për gjithë do të heq ato kur fare. Do ta kesh në asfalt. Asfalt. Jo, shiko, do ta kesh në asfalt me një 100 dhe me një gjelbrim normal, siç i përshtatet qytetit. Dhe besoj ata kur do kisha pak të kisha hapësira më shumë për parking. Jo, edhe për parkingjet një dhe e dyta, ata kur do kisha pasur mendim tjetër në një pedonale tjetër ku mund ishte më përshtatshme për sa i përket sidomos bregut liçen. Nëse mund të flasim herë tjera se do të sërish. Jo, po ja atë iden që kam unë vizionin të. Do të jena sërish edhe herë tjera. Por të kthehemi tek partia që janë zgjedhur në parti qershor. Ju a do të jeni pjesë e këtyre zgjedhjeve? Shiko zoti Miri, pyetja është drejt për drejt dhe shumë e saktë. Unë besoj në strukturën e Partisë Socialiste, në qoftë se ata e gjykojnë që unë të jem pjesë e garës, unë do të jem. Pjesë e garës mund bash me 2-3 organizata bazës për shembull dhe propozojnë kujtimin për avokatin e propozojnë për kryetar të Partisë Socialiste. Në qoftë se kjo ndodh, unë do të jem garë. Atë keni tjetër domethënë një program për Partinë Socialiste për talent koncept për hir të vërtetës Partia Socialiste këtu Marsit Malla është krejt një parti deri mos ekzistente në kushte që sot. Këtu pyetet ka 12 vjet që pyetet kryetari i bashkisë, pyet deputeti, nuk pyetet fare partia. Shiko, për hir të vërtetës ka vite që roli klasik i partisë, po thuajse kanë dhe partitë janë këto parti elektorale, do ta pranoj. Qysh ndryshimet e vitit 2008, se ti je gazetari i vitit dhe më, qysh ndryshimet e parlamentit vitit 2008 ku ju dha shumë fuqi kryetarëve të partive, për hir të vërtetës, kryetarët e partive në qendër, që me listën deputetëve, me listën kryetarëve të bashkimit dhe këto, dhe ndoshta kjo ndikon tek partitë. Po unë besoj që Partia Socialiste është një parti që gjen forcën që të hyjë në një garë ku të ketë demokraci të brendshme, ku të ketë debate. Për hir të vërtetës unë kam marrë shumë për debate. Po debate në parti pa fond. Por kështu debate në për studio. Jo në për studio bëj, po unë po them në parti me ka marrë malli që të bëj një debat se partia nuk është as e përgatitur Marsit Malla për debate të tilla. Po pra, unë po flas për vende, më ka marrë malli në subjekt politik që të bëj debate të dikushme që kemi pas vonë. Po ka çfarë të cilë se diçka në Partinë Socialiste këtu në Marsit Malla. Unë besoj që Partia Socialiste e njoh në mënyrë kapilare. Besoj që Partia Socialiste ka nevojë për një rienergjizim shumë shpejt. Energjizim, po, shumë shpejt. A ishte edhe kjo emrimi i 2 bashkëkryetarëve në kuadër të këtij rienergjizimi? Jo, kjo s'ka lidhje me rienergjizimin, jo. Jo, nuk besoj. Shiko, emrimi i kryetarit të partisë vetëm ç'a krijon problem tek partia. Ti do zgjedhje. Pra, unë dua kuptim. Pra, adim se krijon problem, sepse secili hyn në parti mund e fillon atar partie, kryetar organizate, kryetari një sistem dhe kryetar partie. Dhe në këtë moment ti ndalon karriera.
Dhe në moment që krijon stagnacion karrierave, ti e ke sfumu partinë. Pra, secili është drejta e tij me kushtetutë të zgjedhë dhe të zgjidhet, qoftë një forcë politike, qoftë në ose drejtues ose qoftë në parlament ose në këshill, ose kryetar këshilli, ose këshilltar ose kryetar bashkie. Pra, nuk i bish ndesh ti kushtetutës së lidhjes dhe njeriu për hir sepse ti krijon një strukturë ku ti e mbron në mënyrë të padrejtë duke krijuar stagnacion për pjesën tjetër. Askush nuk lënon asnjë djalë, asnjë vajzë që të kandidojë për kryetar partie. Me programin dhe me idetë të secilit të saj ose të tij që të japin për anëtarët e Partisë Socialiste të marrin përsimin e tyre. Pra, ne duhet që të demokratizojmë sa më shumë Partinë Socialiste dhe të ketë debat. E para, dhe duhet të rrisim edhe nivelin e përfaqësimit të Zotit Meri Periç për jetës. Pse? M'fal, vetëm këtë duhet ta cek. Kemi edhe kryetarë organizatës që kanë 35 vite. Pra, po vjen një moment që një fëmijë që ka një vitin 90 akoma po pret që të bëhet një kryetar i partisë, po themi në një lagje. Pse? Sepse është Zoti Meri ose Zoti Ibra aty duhet 35 vite. Po kjo nuk funksionon. Sepse ti duhet të shkutin edhe në organizat dhe me time vajzat e reja të konkurosh, pavarësisht se je i vjetër në parti. Nuk do të thotë vjetërsia në parti me ide që ti mund t'japësh. Mund t'jesh i vjetër, po jep ide. Mund t'jesh i ri, po nuk jep ide. Dhe jam edhe për këtë pjesë, domethënë, janë të ndërthura gjërat në politikë. Në bazë socialistëve e vjetër, sidomos ata të vjetër, të herëshëm thonë që nuk ka ma parti socialiste, po ka origjinie. Ajo partia socialiste, ajo klasike, kur merreshin vendime në strukturat e partisë, organizohet bazë në Partinë Socialiste për shkak të qytetit. Është klasikja vjetër ajo. Klasikja vjetër, po merresh e shifësh një propozim për një drejtor. Gjitha kaloshin në Parti Socialiste. Tash nuk kalojnë më. Unë mbaj mend Partia Socialiste përdoret vetëm për zgjedhje, Partia Elektorale, e përfunon rolin e vet. Po, vendimi e zgjedhjeve përfunon rolin si parti. Ti unë di që ti e ke qefat partinë klasike, ku Nuk e kam qef, Jo, m'fal. I vetëm e ke qef për shkak se ka qenë në rregull. Nuk është qef çështje tjetër, është çështje dëshire sepse aty ka pas janë të tjerë më keq. Po pra, ka pas demokraci të bërshme. Është partia e njëshit tash, nuk ka më. Po, dhe ideja është kjo. Unë mbaj mend që kryesinë e Partisë Socialiste askush është emëruar, asnjë drejtor nuk është emëruar pa kaluar kryesinë e Partisë Socialiste të madhësisë madhe. Pra ka pas një debat shumë të ashpër për integritetin e personave që kandidoshin për drejtor. Dhe mbaj mend shumë mirë. Pra, nëse ne themi do kishim një drejtor në Dogar, por çdo do përfaqësohet, do ishte ekonomist patjetër. Nëse për çdo do ishte drejtor bujqësie, përvojën e punës do të ishte agronom pra tjetër. Pra, secilit jo vendi punë, po puna ju gjendet njeriu secili për aftësinë që ka për vendin e punës. Dhe tashmë jemi kaluar në një parti elektorale ku nuk gjejmë njeriu e duhur për një vend duhur në një vend pune. Tani është një lloj mishele, po ta quaj, të pjesa me që më dole të pjesa e rinjës, është një lloj mishele e përzier e cila në fund ka dhënë sukses për Partinë Socialiste, por për perspektiven që unë e mendoj nuk ka dhënë. Në të ardhmen, që mendoj unë, si që kam vizionin për Partinë Socialiste, jo. Shikon, ne kemi dy rryma. Nuk e di e ke ndjekur politikanin, politologën Lea Hypi, ku thotë, pra ne duhet të jemi radikal ndaj komunizmit dhe duhet të jemi radikal ndaj kapitalizmit tegër. Pra Partia Socialiste është një parti e majtë, socialdemokrate, ku duhet të përfaqësojë shtresat nevojë dhe shtresat e mesme. Absolutisht duhet një suport shumë madh për pjesën e kapitalit. Pra pa penguar asnjë në startin dhe po themi pjesën e kapitalit të madh. Por në asnjë mënyrë Partia Socialiste nuk mund të lejë masdore shtresat nevojë dhe sidomos shtresat e mesme. Pra këto janë baza e Partisë Socialiste. Pa na shkruar edhe pjesën e pensionistëve që janë, po themi, pjesë që hyn të shtresat, po themi me ardha shumë pakta. Ne këtu duhet të involvohemi më shumë. Nuk kemi që të involvohemi ne që kapitali i madh të përfitoj një superkapital në padrejt. Dhe kjo është binja ime që Partia Socialiste këtë duhet ta ketë në mes në programin e qëllimit dhe programin e saj ekonomik. Sigurisht ty, me që e ke ambicie për të qenë kryetari i Partisë Socialiste Nacionale. Përgatit një program për të paraqitur para antarësisë? Unë besoj që do ulem, ka filluar dhe ca piketa, do ulem që të paraqes një program ambicios, jo vetëm për veten time, por për gjithë antarësinë ku jemi gjithë përfshirë, të ketë gjithë përfshirë për secilin, ku të dëgjohet zëri secilin, ku secili dëgjohet, ku secili t'jap opsionet e veta për vendin e tij, për fshatin e tij, për lagjen e tij dhe për shtëpinë e tij, dhe secili të jetë i përfaqësuar. Ne na intereson përfaqësimi është kryesor. Pra nëse një njeri ndihet i përfaqësuar, është i vlerësuar. Nëse ndihet i pa përfaqësuar, nuk ndihet i vlerësuar. Po, kam një pyetje të profesionit të fundit. Shpesh që ndodh sot të rëndom maksimale në Shkodër, në qytete të tjera. Kapet një shtëpi barit, kapet një
bind të mbjella narkotike dikun. Kujtimi me narkotike. Dhe me shpejtësi, parë që arrestohen janë elektricista. Edhe lirohen përsëri. Kjo është një trysni, nuk e kuptoj. Ti avokat, ti vetë shkon i profesion, edhe nxjerrën nga burgu ata njerëz. Për çfarë ndodh kjo? Qiko, kjo ndodh për shkak të... Pse duhet ka elektricist? Ja, për të... Unë pa provosë ti lirohen mas 2-3 ditë. Kjo është për shkak sepse organet procedurale, si la policia gjyqësore ose policia e shtetit në këtë raste, nuk e njohin një ndërprertimin e ligjit. Sepse që të krijosh shpërdorim detyre, një punonjës jo shenjës, ka disa elemente. Kurse unë që merrem me kultivimin, po them me bie narkotike, unë e kam bjellë të energji. Dhe pra, ti shkon për 2 akuza, shkon për kultivimin në lënë narkotike, shkon edhe për bjellë energjie. Po për çau dashka që elektricisti shkon për shpërdorim detyre. Pra, kur nuk ka asnjë lloj lidhje, kur nuk ka asnjë lloj dienie, kur ligja na lën që të hyjmë banesë. Pra, me kupton, jemi para një çudie, po i bën trysni, po i bën me zemër. Po, jemi para një çudie të interpretimit të ligjit të organeve procedurale, siç janë policia e shtetit të jashtë, oficerët e policisë gjyqësore që ka aty dhe oficerët e policisë gjyqësore pranë prokurorisë, kushto prokurorisë qoftë në këtë rast prokurorisë Shkodër. Besoj që trysnia që ushtrohet është e panevojshme dhe besoj që do vi dita që ndoshta disa oficerë ose kushto duhet përgjigjen edhe para ligjit për shkeljen hapas të ligjit. Avokat, të falenderoj që ishin. Faleminderit juve. Studion e televizionit. Faleminderit. Të nderuar miq, atëherë kemi përfunduar këtë intervistë me avokatin Kujtimi Brajç Knasi që ishte në studio. Shpresoj që ta kemi edhe herë tjera për probleme të ndryshme deri në zgjedhjen e kryetarit të bashkisë vitin e ardhshëm.